Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Për të 34-tën herë dështoi seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës. Çështja e ndryshimit të mënyrës së votimit nga hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë që në legislaturin e kaluar ishin në opozitë. Vendi ka mbetur pa institucione të reja për mbi 4 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve. Kryeministri i detyrë i Kosovës kritikoi deputetët opozitar për mos konstituimin e kuvendit. Ai akuzoi se nuk po tregojnë vullnet për të pasur kuvend që sipas tij është shtëpia e përfaqësuesve të popullit, veçanërisht të opozitës. Kandidatja e lëvizjes vendosje për krye parlamentare të Kuvendit të Kosovës, Albulena Axhiu, është e mendimit se mungesa e vullnetit nga opozita po e pengon konstituimin e institucioneve dhe po thellon krizën. Ajo akuzoi opozitën për mungesë përgjegjësie dhe për shkelje të kushtetutës. Kemi parë mungesë të teksuar të vullnetit për të kontribuar në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këto rrethana vlerësoj që qëndrojnë edhe atë çfarë ne kemi thënë në vazhdimsi, që kjo është sjellje e papërgjegjshme politike, por po ashtu është shkelje e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe aktgjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës bëri përgjegjës kryeministrin për bllokimin e punës së kuvendit. Për fat keq jemi të paguar çmimin që i kem besu një mashtruesi. Edhe për mua nuk ka befashi, ju e dini lëshimin tim për te, por edhe kjo situatë duhet merr fund dikur. Pra, mashtruesi s'mundet pa kufi me u tallë me një vend. Në një prononcim për mediat, Ramush Haradinaj tha se kjo situatë është rezultati i mungesës së përgjegjësisë dhe i manipulimit të opinionit. Ka marrë shumicën e vota, po e man peng Kosovën, gjithë na tjerë jemi peng i tij, nuk bën me shkuën pa kufi. Këto takime tjera, prallat, piv kafe këy me ata, janë veç hajgare. Një njeri është duke mbajt peng Kosovën, e duke i bëhet këqija, po vazhdon me i bëhet këqija, unë s'jam i befashu, se unë e kam deklaru kush o ky njeri, po le të mushë mend një herë për gjithmonë, edhe ta kuptojmë çka na e gjon. Ishte Ramush Haradinaj. Të hapur dhe konstruktive, i komentoi kryeministri social-demokrate Fatmir Limaj takimet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Kemi pas një bisedë shtërruese dhe më tha që ka qenë një takim i vështirë. Gjitha temat ato që preokupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi bizeduar për zhvillimet në Kosovë, prej zhvillimeve të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si më thanë, obligimet që duhet me kry, që ka qenë një bisedë jashtëzakonisht. Reagimi erdhi pas dështimit të seancës së radhës për krimin e Kuvendit të Kosovës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku foli shkurt për media pas takimit së mërkurës me kryetarin e nismës Fatmir Limaj. Takim shumë i cor me zotrin Limaj, asgjë më tepër se kaq. Ai konfirmoi se do të ketë edhe takime të tjera. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Flora Çetaku akuzoi drejt për drejt kryeministrin e detyrë Albin Kurti lëvizjen vendosje për bllokimin e institucioneve. Ai tha se gjendja është pasojë e mungesës së përgjegjësisë dhe ambicieve personale, duke theksuar se Kosova po paguan çmimin e kësaj sjellje politike. Kosova është marrë peng nga kokforcia, kryenetësia, papërgjegjësia e Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka fije logjike që institucionet e Republikës së Kosovës të mos konstituohen në mënyrë që të jemi në gjendje të adresojmë sfidat e shumta, hallet e shumta të qytetarëve për shkak të kryenetësisë së zotit Kurti dhe ambicjes së zonjës Axhiu. Ishte Flora Çetaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.